10 mbretër dhe mbretresha, 50 krerë shtetesh, 23 kryeministra, delegacione nga 160 vende, rreth 4000 meshtarë dhe të paktën 120 delegacione me përfaqësues fetar nga gjithë bota janë sot pranishëm në ceremoninë e lamtumirës për atin e shenjtë Papa Francesco. Presidenti amerikan Donald Trump dhe bashkëshortja e tij Melanie janë vendosur në radhën e parë në sheshin e Shëmpjetrit në funeralin e Papa Francescot. Ata mbërritën një natë më parë në aeroportin Fiumicino të Romës. Shumë krerë shtetesh dhe mbretëror gjithashtu ndodhen në funeralin e sotëm, duke përfshirë Princin William, presidentin Macron, mbretin e Spanjës, mbretreshën Letizia, presidentin e Brazilit e të tjerë. Për gjithë ju që jeni kurioz të dini për listën e pjesëmarrësve në ceremoninë e varrimit të Papa Francescot, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Donald Trump dhe zonja e parë Melania, mbretëria e Bashkuar, kryeministri Keir Starmer dhe Princi William, përfaqësuesi i mbretit Charles III, nga Franca presidenti Emmanuel Macron, nga Gjermania kancelari Olaf Scholz dhe presidenti Frank-Walter Steinmeier, nga Italia kryeministra Giorgia Meloni dhe presidenti Sergio Mattarella, nga Shqipëria presidenti Bayram Begaj dhe zonja e parë Armanda Begaj, nga Spanja mbreti Felipe I6 dhe mbretresha Letizia, nga Belgjika mbreti Filipe dhe mbretresha Matilde, nga Suedia mbreti Karl I16 Gustav dhe mbretresha Silvia, nga Norvegjia princi I Kurorës Hakon dhe princesha e Kurorës Mette-Marit të shoqëruar nga ministri I jashtëm Espen Barth Eide, nga Danimarka mbretresha Marie, nga Austria kancelari Christian Stocker, nga Luksemburgu madhëria e tij duke I madh Henry dhe dukesha Maria Teresa, nga Monaco princi Alberti II dhe princesha Charlene, nga Jordania mbreti Abdullah II dhe mbretresha Rania, nga Argentina presidenti Javier Milei, nga Brazili presidenti Luis Inacio Lula da Silva, nga Meksika Claudia Sheinbaum nuk merr pjesë, por vendi përfaqësohet nga ministra e brendshme Rosa Isela Rodriguez, nga Ukraina presidenti Volodymyr Zelensky dhe zonja e parë Olena Zelenska, nga Polonia presidenti Andrzej Duda, nga Irlanda kryeministri Mikael Martin dhe zëvendës kryeministri Simon Harris së bashku me ambasadoren në Vatikan Francis Collins, gjithashtu presidenti Michael Higgins me bashkëshorten e tij Sabina, Filipinat presidenti Ferdinand Marcos dhe zonja e parë Liza Marcos, nga Ekuadori presidenti Daniel Noboa, nga Moldavia presidenti Maya Sandu, nga Turqia kryetari I parlamentit Numan Kurtulmus, nga Bashkimi Evropian presidenti I Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, nga Organizata e Kombeve të Bashkuara sekretari I përgjithshëm Antonio Guterres,